Sot gjendemi në festën e ditëlindjes së Fjolla Morinës, e cila ka mbledh disa nga miqtë e saj më të ngushtë për me festu disa vjetorin, po e na tregon vetë ajo në vazhdim. Përshëndetje Fjollë. Përshëndetje. Urime ditëlindjen edhe 100. Faleminderit shumë. Apo na tregon sa i bën ajo? 15. 15, a? Po. Do kush më e re? Po. Vjet nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ndjehesh, edhe kjo. Qysh po ndihesh te? Unë po ndina si një vajzë 20 vjeçare. Po mendoj nënën fizike. Edhe po ndina shumë me dashuri shumë plot, me miq shumë të rëndësishëm në jetën time, edhe njerëz më dashur kjo. Sot ke ftu shumë miq të afërt që i ki, po nga Big Brother, a ka me qenë dikush? Po, kam miq të mi shumë të vjetër që i kam, po edhe nga Big Brother, se normal, e kom do një gjumë, një muj, ditë me ta, edhe i kom ftu edhe ata në ditëlindjen sonte. Me sa e di edhe Alba ka me ardhë. Jo, Alba jo. Je sigurt se unë e di? Nuk kam asnjë raport me ta, se edhe e kisha ftu edhe. Ajo në shta vjen me i ndresh raportet sot me ty. Ndoshta. Aja kështë e falë ato që ka ndodhë? Po pse jo? Zoti thot që gjithmonë fal, kështu që falë. Më tha që po ndje shumë e përmbushën, po të regëm të jeta sentimentale, private. Qysh është gjendja emocionale për momentin? Gjendja emocionale është shumë e mirë, unë jam e mbushur me dashuri nga familja ime, ajo ka rëndësi më shumë nga vajzat e mia, edhe tjetra nga miqtë e mi të rëndësishëm cilët kanë ardhur afër edhe në momentet e vështira dhe momentet e mira, edhe ka një moshë jo, po jeta të bën për mi kuptu njerëzit, edhe sonte e bona një fest, një darë shumë shpejt kom vendos, nuk e di as veç qysh, edhe mendova mi ftu njerëzit më të dashur cilët i kam edhe më kanë ardhur afër. Për gjatë gjithë këtyne viteve, çka të ka mbet peng ndoshta? Peng? Që më ka mbet peng? Ose një dëshire pa plotësume akoma? Dëshire pa plotësume, inshallah e bëj një djalë. Me kënë? Kismet nëse e gjej princin. E nëse nuk e gjen? Nëse nuk e gjej, e bëj kështu të shpibojnë krejt, pse jo, një djalë. E qka nëse ti falë Zotit dy bineq? Edhe ma mirë shumë kom qef, edhe gjithë më kom thonë, inshallah i bëj dy bineq. Fëmija shumë i rëndësishëm në jetë, unë i du shumë fëmijët edhe i shmaj, edhe për që ata kjo ishte dëshira ime. Sa i përket jetës private, a jenë lidhja jo? Jo, nuk ka rëndësi ajo. Jo, nuk jam lidhja. Me rëndësi e lumtur, e? Me rëndësi me lumtur, me familjen dhe me miqt më dashur kjo. Unë e po të uroj që me të plotësu kjo dëshirë për një fëmijë, për një djalë, edhe me u pa prapë në 7-7 zonë herën tjetër. Faleminderit shumë, amen, inshallah. Faleminderit shumë.